Episodi sotëm është vetëm servis makinash. Bëj shaka. Sot jemi ke servis Igli, erdhëm për të marrë makinën, po Igli na futin punë. Sot duhet me bë serviset saj pa të marrim atë tjetrën. Na ndiqni se sot kemi për të bërë një super udhëtim dhe kemi një super personazh të ftuar. Serviset dhe shërbimet ja bën makinës. Hajde nisemi për Korçë tani. Ju do thoni se kush na pret në Korçë. Ja ta marrim një telefon, një shkalla na përgjigjet. Kemi një shok shumë të mirë. Vazhdo mos ta përgjigje. Kemi një skop. Ojli! Ku je mor zemër? Jo, si të kam? Mirë, si jeti? Unë të mirë. Mirë, shqyqyr zotit. Qarë po bën? Ishe da ja, piva një kafe, po të një cigare këtu me... Atë bëf mirë nuk po të them. E di ku jam? Tiranë. Jo. Po vi për Korçë. Jo. Jo. Po tale. Ore, po vi për Korçë, po vi të ty. Ti qerisht e ke? Po ja mo, ja shife. O, ba ja dhe kamera. Po vi... Qa ka ndodhur robi? Ja, shife dhe rrugën. Qa ka ndodhur robi? Po më ka marrë malli për ty, ore. O, edhe mua, opi. Jo, me kamera shumë, po së do një veni fundit, jo. Qa është mo? Do vi... Po së do një veni fundit me kamera, opi. Jo. Do vi do të drekojmë bashkë, do vi vetëm për qef të drekojmë bashkë, të bëjmë pak muhabet se na ka marrë malli. E ke sinqerisht apo? Po për zotin më jo? Po, e ke për qef apo ke... është vetëm për qefin ton. Vetëm për qefin e ne të dyve. Ke filluar po vetëm një emision, opi? Po ç'ke se do flasim kur t'jemi aty? Mirë, opi, në bare misë atë. Faleminderit, zemra ime. Deri ku je? Ku unë tashi për momentin jam në Elbasan. E po do edhe një aty orë. Duana një orë ca që të vi aty. Kur të jem aty afër, më dërgoj një lokacion të vi direkt zemra jote, okay? Të falenderoj për respekti. Hajde shpirtim, takohemi atje. Po nuk të mbarët, ma. Faleminderit. Tam qa zemra. Hajde, respekt e ke. Ciao. Ja pra, që të ikim dhe ke likja. Bravo. Erdi ka të mushën në karburant. Po ku? Tek më i mirë ke se toj, hajde jetin pak benzin. Sa bëjodhën pak jet fuel, avioni to, tani do fluturoj. Hadi ikin. Jemi, ja? Jemi. Po ku jemi, orë, ku jemi? Jemi në rrugën e re, sa kalon Librazhdin, e fshati Qukës, nda është djathas, dhe është një shkurtim i ri që të nxjerr direkt në Korçë. Shoni që pak si që është super pamje piktoreske ka rruga, të shkurton gjithë ato maloret e Qaftanës, Dishezën Pogradec, gjithë atë trafikun që duhet hyen mes qytetit, dhe nxjerr direkt afër Korçës. Tash ne e morëm vesh që do ikim ke Livrenozi, po që tikve duhet ikim shumë shpejt. Ju them ta shihoni pak të pamjen piktoreske që keni, do të vazhdojmë akoma udhëtimin.
Oh, Po se ka makineta. okej, hajde po fundem. Oh, Ojli, Erdha. ku je more? Erdha o bide, erdha. Ue, Ku je more? banoni parë që më vjen tek pragu I shtëpisë. Ku je të more thon? shpirë? Si? Ç'po ka? bëti? Mirë mo, po. Ha, mos kishe besim që do t'ja në Korçë, ha? Qa bërë zema? Po, ama. Si e? Po, ama. Mirë, fort dukesh. Ure, unë e sola shiun. Ti e sot, po shiush bedhe qetë? Be, qa thua? Tani, Tani. është shik padat I varfër, se ka që më gjashitën I ndërtuar. Po, është I pasur se jeton ti aty brenda. Nga tërmejti. Edhe ka 66 vit. 66 vjet. Ka Po ti këpa. sa vite ke jeton këtu? 66. Unë jam, do me thënë, me gjashitën u bërë kyt, me 71 jam bërë unë. Këtu jam bërë. Sama, do na trego çik për Korçën sot, mo. Vem ne gjiron Korçën. Po, ore, me Ikim- kënaqësi të madhe. Ikim e vëm Po, gjiron ikim. Korçën. Po ikim, Ikim, U pa punë. A, Ha, Benini. E o bidin e këte, djathtas. E. Djathtas. Gjeni do na tregoj çik për Korçën sonte. Korçën famoze. Kjo është lagja ime, lagja sport. Si sportist, ashtu si që edhe ti? Nga piki. Do të bine nga parku dhe kthehemi kështu? Po, kthehemi nga parku. Nga parku. Ky është parku Rinia, ku është investuar 3 milion euro, po. Unë kam qenë Baçavan. Ke qenë Baçavan, ha? Po, në kohën e verit. Unë ishtar dhe kishte shumë lule. Ta tani e kam këtu në beton, po Po, S'kam çfarë them. politik do bëjmë. jo politik. E bëjmë më mirë, ha? Nuk të ndaj çvirti. Jo be nere, Është komplet parku Rinia dhe është parku më I mirë në Shqipëri. Vërtet. Pa pik. Po më thuaj çfarë park ke parë ti? Më të mirë se ky. Duke parë shumë nga pa më jashtë. Nga pa mirë. Tu janë këto struktura, këto gjë. Këtu ke qenë Baçavan ti, Lini? Këtu, po këtu ka patur shumë Shumë parcela me lule, po. Po. Ta tani, tu është beton tani, beton e barë. Nuk ka lule, domethënë, pa lule. Pa lule. Ja, beton edhe barë. Këtu është universiteti, Çfarë universiteti është ky? Fanoli. Fakulteti i Ekonomisë. Mirë, për universiteti Fanoli, që është me namë në Shqipëri. Për këtu janë gjithë ato studentët. Dhe studentët. Normal. Edhe këtë ishte mekanika, konvikti mekanikës, e ka marrë Universitetin e Teknikisë për zyra. Kjo është mekanika e vitit. Edhe shkolla ime është pak më lartë. Shkolla jote. Shkolla e ndërtimit kam bërë valla. Shkolla e ndërtimit. Ne do kalojmë tash këmbë patjetër. Kjo është liçenka e quajmë ne këtë. Liçenka. Liçenka është javërim prej ishte këtu me është Është këndsh, është këndsh. Është shumë këndsh. Këtu janë lodrat e fëmijëve. Edhe Tani do kalojmë ke shkolla i Ilir Renos, ëh? po shkolla e ndërtimit. Shkolla e ndërtimit. Po mirë, dhe shkolla është quhet. Po okay. Shkolla e ndërtimit, po Kush është kjo tani ndërtesa këtu? kjo ndërtesa këtu është. Kjo katërkaqe? Kjo. Apo kjo e bardhë? Kjo më një ashtu A, një që nga tëra. Tash është bërë Skënderbeu, kanë një mencë aty, janë ekipi. Ekipi Skënderbeu, ekipi futbollit. Tu janë varrezat e francezëve. Francezët Po kanë tek- francezët ç'deshën. Ja, këtu në lufta, po, janë varret e francezëve. Ja, 1114, 1118. S'diun cimentere militare franceze ku i ke. Ja varret ku i ke të gjitha. I Po, shikon? pse më ka shumë francez bashkë vdekur këtu. Sa të fort pas Në i lufta, qenë dhe ju të pra. Korçës. Themistokli Gërmeni ka qenë, këta kanë, është histori e gjatë, po Themistokli Gërmeni është I pari që ka bërë Korçën, domethënë në Republikën vetë. Bravo. Luftoi, zbovi Grekët, zbrovi këta, po pasaj e vranë me një gjyq 24 orë Grekët. Ja, pa. Do zbresim këtej poshtë. Me që janë varret e francezëve, Aha. edhe këtu quhet lagja e francezëve. Lagja e francez, tu parlo Kur français? thua poshtë, thua ku? Unë në francezët. Si është ajo tu parlo français?
Dhe unë di dhe një tjetër, po se ka me ty këtë shërshela fota Sheri nga femrat. Ose zhytem nuk dolmo. Zhytem nuk dolmo. Kjo është, këtu janë bërë, kur janë bërë këto pallate në fillim, i kanë zënë njerëzit me forcë, pastaj kanë nequr. Po ja. Edhe quhen refugjatët. Refugjatët, po. Quhet refugjat. Kjo pisë u quhet refugjat, pastaj u quhet varet francezëve. Tash i ka marrë l'Argentime, l'Argentine quhet, edhe kjo dhe ajo. Tani ne duam që kemë pak zemrën e Korçës. Po normal. Nga do të ikim për të vajtë ke zemrën e Korçës. Zemra e Korçës time. E Korçës tënde. Ose më saktë zemrën tënde duam që. Unë jam me origjinë nga Përmeti. Baba im ka lindur në Përmet. Po pse po si Korçardi? Po jo, unë Korçë kam lindur. E mirë quhet deri diku. Po tani ata kishin prona, ishte be, gjyshi im, këta, i zbovi me Roxha, ja u mori edhe pulat edhe brekët, edhe zbathur erdhen, që nga Përmeti edhe në Korçë. Edhe në Korçë. Edhe be lerës kishin buktani, sepse ja u morën tëra. Kjo quhet rrugë e vdekjes, tu ja ka bërë shumë aksidente. Jashtë mas aksidente. Rrugë drejt bosh. Ne nuk e di. Në kjo rrugë quhet, në Korçë quhet rrugë e vdekjes, se kanë vdekur shumë njerëz, me aksidente. Këtu është bërë një vrasje pasaj që ka mbajt mend. Po nuk na duhen këto. Nuk na duhen këto gjëra. Ne jemi Po njerëz që të mirë thjesht të kalova dhe thjesht me që po kalojmë po më kujtohen. Kjo është aneksi i Skënderbeut, domethënë ku bën stërvitje Skënderbeu. Aneksi. Aneksi themi ne. E po mirën çik tani. Jo, ti në rregull je. Do futemi në rruga që ishim, këtu ishim, edhe të ngjitemi lart. Kjo është rruga e dritave të verdha quhet. Dritave të verdha. Po, sepse ishin drita të verdha. Tani është ditë, nuk i shohim dot dritat e verdha. Jo, nuk e di janë me, po kanë qenë që në kohën e... Pse s'del natën? Jo, nuk e di. E pra janë më të verdha. Po nuk janë me ato drita që ishin. Janë bërë këto të I kanë ndruar, bravo. Punon partia. Punon? Kur rritën të pemë? Stadiumi Skënderbeu dhe është Belvederia. Belvederia është... I kanë hequr drutët dhe po bëjnë villa. A sa të bukur që janë? Kush? Ato villa që janë shumë të Thua? bukura. Po. Pse kanë qenë villa për i drurit? Jo, ka qenë vetëm Belvedera jo, me dru. Vetëm pemë, kështu që... Vetëm pemë. Vetëm pemë. Bukur është dasho. Thua? Mirë. Aty kam blerë këta, milionerët aty, se është qik shtrejt. Çfarë do blesh dhe ti? Të lumë të goja. Po ç'ke pastaj? Po shita pronat po. Ja shtëpia ku ishim ne. Ja shtëpia jote po. Kjo është la Gjadhit, që është berë pas Gjazhitës. O birë. Ku jemi sot o Lili? Sot jemi në Korçë dhe të falenderoj. Në Korçë? Ç'do bëjmë në Korçën? Të falenderoj. Ç'a po bëjmë Korçën? Do shikojmë Korçën, do t'i vijmë vërdallë kështu, do vim llafe. Do merrim me llafe. Merrim me llafe. Na ndiqni, ë? Do futemi diku, o këtu? Ku do duash? Nuk lejohet as tu as aty, se i kanë bërë kështu. Nuk lejohet në ajo tjetra. Ne do futemi në ajo tjetra. Kjo është rruga Raçi Qirinxhi, timja. Raçi? Qirinxhi. Qirinxhi. Këtu do marrim Majtas. Rruga Konstantin Gaçe. Konstantina Gaçe. Këto janë... Ave kameraman! Këto janë rrugicat e qytetit. Këto janë ato, perlat e qytetit. Iliri, vajten, treqerekun e kohës, kursi pi bulevardit vetëm rrugicave. Bulevardi Korçës, ka vajza pa masë, dalin dhe shëtisim, pa lejen e mamasë. Su, djathas. Normal që shtëpitë e vjetra në vash janë subatuar. Kjo fur piki është me dru. Ka, më duke se mbi 100 vjet. Mbi 100 vjet? Mbi 100 vjet. Po ti po nuk e eshte, edhe mund t'i theshe. Jo, është mbyllur në këto orë, dhe kjo është fur druri. Nga më të vjetrat. Nga më të vjetrat. Është këtu, janë dhe, do në ku shpinje baklavat, lakrorët, një javë korçarët bëjnë lakrorë. Korça e ka zakon. Dhe i shpinën me fur me dru.
Këto shtëpit pastaj janë të gjitha me shumë të vjetra. Këto rrugicat janë ndruar, se ishin me një gur tjetër. Nga restauruar. Ja, tani rruga Vojokushi. Rruga më e famshme. Vojokushi për mua më kanë thënë që ka qenë pianik, edhe a di që i pi tankut që i pi tras. Tani këto rrugicat janë, të vetmet që janë rrugicat më të rregullta dhe kur i kanë parë këta të Parisit kanë thënë si në Paris. Prandaj vran francezët. E nese, ajo ka qenë në 1918. E gjitha kjo, ma e të siki, ka shumë, mund t'i bijem si të duash. Ti e di. Janë rrugica të qeta, me njerëz të qetë. Rruga Raci Qirinxhi. Kabe këtë. Rruga Raci Qirinxhi, kurse ajo është shkolla Raci Qirinxhi. Ajo ishte shkolla, pra. Qirinxhi. Ja dhe syri, Big Brotherit për ta më shkon. Po thëllare edhe, kudo. Kjo këtu që po afrohemi tani këtu, kjo quhet Çezma e Azmës. Çezma e Azmës. E Azmës, bravo. Bajen që këtu? Po. Këtu ka një histori. E shkon atë Çezmën aty? Po. Gjermani arrovi paguren aty. Po. Paguren. Dhe këta, një muaj, s'vati njeri të afrosh në Çezmën se do vi Gjermani do të marrë paguren. More vesh? Ja, kjo, bajen brapa. Po, direkt. Se ne kemi qenë, Partia Komuniste ka qenë këtu nga të parat në Shqipëri. E lexon aty, kjo banesë ka qenë bazë e luftës nacionale shqiptare. Këtu, në Korçë. Vinte Enver Hoxha, shikonte ndonjë çup këtë mirë. Flinte këtu dhe këta e bënin bazë. Iko. Ecë shejtane. Mos më dëgjoj mua aty. Po kështu bëshin bazë aty ku ishte qefi. E kupton ti? Ja rruga që marr Stafa, ja urdhë. Ja dhe që marr Stafa. Që marr Stafa që dashnorin e xhmiut. Mos hoq. E spionovi Enver Hoxha, vajtën ata pampe vran italianët. Edhe mos xhirov pa herë, shkon. Jo xhirov që duhet, nga jemi, drejt. Vazhdo. O, që e lirë. E po tani na doli jo, rruga që marr Stafa. Po të del, s'ke faj, jo të del. Ku des në doli macja e kuqe. Po, shikoj. A, sa vile bukur kjo në mes të bulevardit, i lirë. Që janë shumë. Si rezidenca e ati, Berlusconi është. Po Korça i ka këto me kangjlla, me gur, i ka... Shumë e bukur. Ja dhe këtë tjetëri po e ndërton. Po tani... Bravo, Korça, bravo. Si të thuash, unë nuk jam partizani i ndërtimeve të reja. Baje të vjetrën edhe e rregulloje. Domethënë, nuk e di pse, ja kjo e vjetra këtu për shembull. Mune që janë të shëndosha mbaj, restauroj. E kupton ti? Gjithsesi. Nga dalim? Tash dalim futu kështu? Majtas. Bravo. Majtas. Jo, futëm qik. Jo. Ashtu si që duhet. Ja që dhe ikim tek ta prandaj, në sekund. Jo, ne do ikim drejt. Jo, po ne s'kemi si ikim drejt. Si ikim do drejt? Jo. Po duhet të dinim aty, po... S'ka që ikim. Ik tani se do ikin ata. Unë thash do hynë ata këte, ore, jo ti. Jo, s'hynë atë ne këta. Ishim ne kundra vajtë aty. Qarë thua? Po punë e madhe mu. Tani këto shtëpit nga që ka nikur njerëzit në Kurbet, shumica ka rënë këtyre shtëpive. E shikon vëlla? Po këto duhen edhe në tokë, nuk restauron. Janë të 120-s, 130-s. Po këto duhen edhe në tokë, Lili, nuk bën më. Edhe jo, po dakord se këto nuk janë mirë mbajtur. Ato që janë mirë mbajtur, unë s'po them për një shtëpi që po shumica e Korçarëve. Këtu dia thas dalim? Dalim, ja dalim në rrugë kryesore. Rrugicat e Korçës. Jo, kjo që e gjysma e poshtë, kurse gjysma e rrugicave që është tamam, është më lart. Gjithsesi ktheu këtu. Këtu bini nënës. Këtu. Se këtu është bashkia. U futëm brenda bashkisë, Po që
Kangjllat edhe gurin murin e gurit e kemi patur. Ai bulevardi i lartë është me mur guri edhe me kangjllat. E ka patur karakteristike Korçë. Ja, duhet kangjlla edhe guri. Kjo është kryesore domethënë. Po. E tash Ne dolëm over bulevardit? Dolëm në kjo, po. E shikon këtë, gjën e gjatë? Kjo është hidraulike. E kemi 500 nga një gjatë. Do rëtullojme të dalim lartë. Kjo është banka e Shqipërisë, është bërë nga italianët, me gurin e italianët, shkëve? Stilan italianët, po pushtona mo Itali, pushtona mo. Jo, more, pëse na pushtojmë. Po qarë, thua, po do ishim lule, vla do ishim Zvicër, po do gjob laj. O, bukur kjo e gjada këtu. Qarë është kjo lidhje? Kjo, nuk e di, simbolizon një gjë të gjatë. Një gjë e gjatë është që ka, nuk funksionon me. Po nuk funksionon me, ma beso. Po pëse mo qa funksioni ka pasur? Kjo është një vepër arti shumë e bukur. Se di një. Prit. Korça është shumë e pastër, nuk e di si i shkon. Jo, Korça është me vërtet qytet i pastër shumë. Shumë i pastër. Jo, realisht është qytet i pastër. Po, punojnë ngrihen që më 3 të mëngjesit, i fshin ata, i bën edhe Korça asnjëherë nuk ka qenë i ndotur, se mbaj mend asnjëherë të ketë një plerk, sinqerisht. Nga jo anë jemi njerëz të mirë ne të... Jeni njerëz të butë, vetëm se kur i hypin qik njëra... Po jo, më mirë. Edhe kjo është detyruar nga Italia, ish bashkia. Ish bashkia? Me gur, me... Domethënë janë 2-3 pika që... Tani ku po na çon Ilir Vrenozi, ku po na çon tani? Tani... Vazhdo të ecim. Ecim drejt? Po, të ecim edhe një këte nga Katedralja. O Lili, tani kemi një këngë ne të dy. Ta vëm? Po. Ja vëm? Yes. Palesa çupave ja ke kënduar ti këtë këngë këtu. Po, qa? Ky është ushtari pa njojtur. Edhe pedonalja. Këto janë Maraqka quajmë ne. Maraqka. Shaj ka momil, po ne themi Maraqkit. Glusja ime dhe më thuaj po. Bravo glusja ime dhe më thuaj po. Të kam dashur dhe të thua, por ti pse s'më do. Bravo glusja ime dhe më thuaj po. Bravo glusja ime dhe më thuaj po. Na vezullon, Korçën e ndriçon, me kitare mandolinë ty po të këndoj. Me kitare mandolinë ty po të këndoj. Na vezullon, Korçën e ndriçon, me kitare mandolinë ty po të këndoj. Me kitare mandolinë ty po të këndoj. Maj pak. Ule fare. Respekt për Themistokli Gërmenjin. Ky burrë ka bërë, ka qojtur, Korçën të pavarur Republikë, i vetmi, i pari dhe i vetmi njeri, burr me mustaqe, që i rëndojnë mustaqet 2 tonë. E bëri Korçën të pavarur, mirë po grekët e vranë, dhe bustit isha aty dhe është një nga njerëzit më të mëdhenj të qytetit të Korçës dhe jo vetëm. Në syte sa... Pjesën më të mirë. Pjesën më të mirë nuk i këndua. Po e këtë prapë? Se ka që njerë këndo këtë. Ke vashës uja, vashës ti, ta quroj. Dhe në syte sa... Dhe në syte saj të katër dashur i kërkoj. Na vezullon, Korçën e ndriçon, me kitare mandolinë ty po të këndoj. Me kitare mandolinë ty po të këndoj.
Me kitare mandolinë ty do të këndoj. Vizullon koshën e ligjor, me kitare mandolinë ty do të këndoj. Me kitare mandolinë ty do të këndoj. Miru pafshim. Kjo është rruga e kampit. Këtu lart nga shkojmë ne? Këtu lart kjo është kampi punëtorëve quhet. Në Kone e Verit. Po. Ti flet vetëm me Kone e Verit. Po jo, po ashtu dallohen këto tani. Kampi punëtorëve ka qenë tani është si klub kështu, edhe si hotel. Si po më çon në hotel? Jo. Mirë. More vesh, edhe ka pamjen domethënë qyteti, këtu edhe diku më lart. Këtu jemi tek varrezat e dëshmorëve vëlla. Këtu është një pjesë shumë e bukur që duket Korça. Ja, e gjitha po e gjitha në kapet që këtu. Edhe derisa delande, kapet e gjitha në një me avash. E mbajmë aty mu në qendër, kanë bërë një palë shkallë, në fakt duhen rikuperuar shkallët sepse janë dëmtuar, janë bërë që në Kone e Verit. Ja prapë me Kone e Verit. Baje këtu, ja, kjo. Edhe unë mendoj kështu këtu, gjithmonë. Në këto shesh pushimet, ka rige, vel, jepja një njeriu ti mbaj. Me çadra, a është bukur ta pish kafen këtu e të shkosh pa minutë? Që nga spektakël. Sinqerisht. Për zotin po. Bëj këtu, bëj merr valla. Edhe këto shesh pushimet që janë shkon. Ka rige, çadër edhe e gjitha. A politikani im, ti ati duhet ishe kryetari bashkisë. Po jo monere tani për kokën tënde. Edhe shkallët janë deri aty poshtë, kupton? Natën deri vonë, me kitarun kam kënduar, profesori dashur, sot unë s'kam mësuar. Natën deri vonë, me kitarun kam kënduar, dhe ju zoq të vegjër që rini në dritare, dhe mua me shiko një të mjerino. Dhe ju zoq të vegjër që... O, bona Igu, pëtë mori dreqë. Qari vere, bre? Igu. Po ce o që vre? Igu më përdashe. Lina, lina, la, la. Riro, raro, riro, lero, riro, lalo, lo, lelo, riro, la. Po shko si isha të? Ska që? Ja, ska. E kjo pistin? La la Lina la la lina la lina le Bravo, non eri suona in basso. Që si duhet Korça me atë orejt që kanë në sipër, super. Lule, ti e më e bukur, të them një gongje, ta unë vas freskina, të them lule, ti e më e bukur, të them një gongje, Korça pra. Ta unë vas freskina, se do ti dua, ti dua, ti dua, ato dy sy qka ti vash fali mua, se do ti dua, ti dua, ti dua, për gjithmonë. Se do ti dua, ti dua, ti dua, ato dy sy qka ti
vash fal me mua, se do t'i dua, Ja, mbaj diku aty. Do t'dalim apo do t'a kthejmë? Do dalim, jo do dalim. E bëme një foto aty, ta kemi kujtim. Po flyu, çdo me thënë flyu. Fly Korça, Flodoro Korça. Po e keqe sot o birë? Po e, ma sot e gjeti. O Lili, na trego qik për këto, more. Qa është kjo kisha? Kjo është kisha Ilia. Kisha Ilia. Ja të vem, po s'kemi të vogla, çkur kisha. Ka mund të vogla në makinë? Po jo, duhet çdo njëri të ketë për veten e tij. Çdo njëri të ketë të tjerë, okej. Po nëse ja mund të tuat. Po. Këtu është Drenova dhe Mborja. Kjo është Mborja, ajo andesh Drenova. Këtu është lagje fundit e Korçës, domethënë. Ne ishim ande, ku me dhe ti ja i shkon ato, Po? ta të pit ato ku kaluam ne. Po, ku kaluam ne. Gjitha kjo, këtu është e shtrirë, hop, deri këtu. Edhe aty vjen, këtu poshtë është Barçi, Hajde fundit e kisha. edhe Me tek- këta të shkoj që mërat. Po Sa ti ca unë? po quhet. Po quhet o si s'quhet? E o biri nënës. Unë edhe në xhami, edhe në kishë, va. Të gjithë shqiptarët të më dhe në Ja, gjami dhe bravo. në kish. Unë të shokët që i kam, të krishteri kam. Zot, na jep shëndetit du befsha. Shëndetit. Do ishti? Po pa tjede, tradita shqiptare. Ku gjenë këto, Lili? Fute në një vend ku do ti, Ne me një nga këto figurat. Unë po i le këto. Ja. Pra me Lili në me dhe në kish. Kish Ilia. Kish Ilia. Kisha Ilia. Kisha Ilia. Jemi mu në kryshi i Moravës. Në pika me e lartë, E Korçës. e Korçës dhe jo vetëm. Që më sa buku për vinatore, tani vla, kapi më shikojë më, e pushtuan Korçën. Kameraman, kapi mo e pushtuan Korçën. Për shikoj që, vërtet e pushtuan, shikoj. Që si do të mbuloj Korçën tani, qarë pamje vla. Po këtë se të lasu unë, se kjo është, kjo njërë ndodhë, tani, ja, prit. Mos u bëjë Mos ta xhelos. xhelozon kameramanin. Jo. Shikoj tani. Tani po i shtroj di organi Korçës, ja po i bie sipër. Super është. Biri nënës bir! Po. Biç na bere bir! Po unë së nda zdo to biri nënës! A bere qullo biri nënës! Po që ne unë këtë sport o bir! Lili, ne të gjithë ty të njohim si një personazh shumë të dashur nga TikToku, normalisht, nga rrjetet sociale, por gjithmonë të kemi parë ose të acaruar, ose në humor. Nuk e kemi njohur kur anën tënde të butë, pra anën familjare. Anën time të butë e njohën Big Brother. Po, tani, Big Brother është tjetër gjë? Jo, nuk është tjetër gjë. Ma beso mua. Ato 25 ditë në Big Brother, në do me thënë, Në televizion? se është 24 orë, Po. 24 dhe nuk mund të aktrosh dot. Absolutisht. Mund të bësh aktor 1 orë, 2 orë, 3 orë, nuk e di. Po 24 nuk e bën dot aktorin se nuk e bën dot. Dhe paka shumë nga njerëzit që e pan nga jashtë, edhe gjithë që më thanë, domethënë që më dhanë një Ilir bravo, sepse kishin atë idenë atë Iliri që kur bën ato videot. Me gallat, me Jo, me qyfyre. edhe demokrati, ky i Saliut, kur thrisnja nga njerë, poshtë kjo, poshtë ajo. Na Si që trego pak kam për... unë, po ajo tregovi ata anën time pozitive Big Brotheri. Tregovin që ata anën, do me thënë, njerëzore, që edhe me familjen, që Na trego rritet pak dy, më tre shumë nuse. për familjen tënde, familjen, mënyrën si e rritur, si e thonë. Njerëz i kanë qef të gjejnë këtë gjëra Baba prej im, teje. po. Baba im është nga Përmeti. Ka lindur në Përmet më 39 babai dhe ishte gjyshi ka qenë bek, kanë patur
Prona, në Përmet, e në Ersek, Beler, pastaj erdhi komunizmi në pushtet, ja u mori me Prona me të gjitha, i lam këmbë zbathur, nga Përmeti edhe në Korçë, u vendosën në Korçë, që nga 49. Që nga viti 1949, ja vendosën në Korçë, edhe me 71-shin lindi Iliri, me 74-ën me lindi Motra. Të varfër ishim, normal si të gjithë, se me punë shteti që babaj, mamaja më ka punuar në trikotash, babaj në Qeq. Shumë njerëz nuk e dinë një rogë shumë sakrificën e Ilir Vrenozit. Po jo mo, s'është puno për Shumë njerëz sakrificë. nuk e dinë. Ilir Vrenozi, unë e kam një mik shumë të mirë, për te humoreve, shakave që kemi bërë, kemi ndarë dhe shumë momente personale. Ilir Vrenozi Po ja ta ka thesha. sakrifikuar, jo, unë dua vetëm ta prezantoj këtë gjën, edhe pastaj do të flasësh ti këtë. Ilir Vrenozi ka sakrifikuar gjithë Po jo mo, jetën e tij nuk ka lidhje, nuk është, familjen. nuk jo, quhet sakrificë. Jo sakrificë, është po domethënë, përpjekur. Po, Gjithë jetën e tij për familjen e tij. Dhe këtë gjë dua me të vërtetë na thuash ti Ilir. dëgjoj. Motra është dalina 74, unë jam 71, domethënë 3 vjet më e vogël. Me 90-ën, në gush 90, Laç, kur unë me zi prisa në fakt të ikja, sepse kam qenë dëgjonjës në Amerikës dhe kam bler një radio Liria, e mbaja me vete, janë gjitha këto. E kam radio në shtëpi akoma. Edhe kam dashur që të iki, po me sëmundjen e motrës, në gusht të 90-ës, mu kthye çdo gjë përmbys pasaj. U sëmund motra me 10 ditëve. Ishte ndendi pa gjumë, nuk e di. Më mësonte, ishte në vit të parë, sa mbaroi vitin e parë. Gjimnas, e kisha me notë të mira. Mirë po, Zoti, jeta nuk e di si ta them. Na ndëshkoj pak, po ajo u sëmur pasaj dhe ajo kohë ishte nuk ishte ilaçe, nuk ndoshta ilaçe tjetër për tjetër edhe përfundovi motra pasaj si përfundovi. Edhe sot e kësa dite, pas 36 vitesh, motra ka 36 vite i sëmur, ka pirë ilaçet e dynjas, lloj ilaçesh i ka futur trupit, çfarë do bëjmë? Por motra ka amanet nga prindrit, se prindrit, babai më vdiq në 2022-shin, kurse në shtator të 2022-shit, kurse nena, mamaja më vdiq në janar të 2023-shit. ka ndruar jetë shumë afër. Shumë afër, e mori babai. Edhe kishte e merak shumë, në fakt më theshte gjithmonë që ka merakun e motrës, domethënë të Motrës tënde. Ka merakun. Edhe muhabeti është që njeriu në jetë domethënë mund besidoj, po unë e kisha amanetin e prindërve, sepse prindërve ju tha që ta shtronin në spital në vitet 90, po nuk pranuan. Nuk pranuan, domethënë ndrydhën veten e tyre, e mbajtën në shtëpi. Nuk e shpunë në spital. Mund të të pyes pse? E mbajtën në shtëpi, nuk donin ta shpinin në spital, sepse nuk donin. Donin ta kishin në shtëpi, të së mund donin të sakrifikonin. Domethënë, e kupton, ja dhanin ilaçet në shtëpi dhe e mbajtën në shtëpi. Domethënë, nuk donte babai, kurse si ta shpinte në spital edhe këtë amanet kam, domethënë që të lutem në spital mos ma shpirë. Pse mendonte që tash Iliri, kupton, ka shtëpinë e tij, ka familjen e tij, fëmijët e tij, tani do ta marr motrën ta shpirë. I thash baba, mos ki merak, se motra do ri këtu edhe motrën e kam në kurin e babai, në krye të kendit. E kam e tani pas 3 vite sa, po merita më e madhe është e nusës time, domethënë. E përshëndesim. Sepse tashi nuset nuk durojnë dot prindit e tyre, jo do durojnë një kunat të sëmurë, kupton? Kështu që nusja edhe kur kisha prindit gjallë, u kujdes në jetuam me prindrit 97 deri 2016. 20 vjet
me vjerë, me kunat së murë, kaq nuk ju dëgjua zëri, njerë nuk ju dëgjua. Dhe Zoti bekoft dhe i them mash nga ditë e mia, ja them me shpirt, se po mos kisha atë do isha i mbaruar, do isha i shkatruar, do isha smurë dhe unë si motra dhe do ishim të dy njëri në një kënd, njëri në një kënd. Po Zoti me Më bëj qef i lirë për këtë pozitivitetin që ke dhe me gjithë to probleme, halle që ke kaluar në jetë, je prapë pozitiv. po Je një që falë dashurit. Po mirë. Tani njeriu varet, ka njerëz po shqyr Zotit që kur s'bën ose si thonë ata, kur s'bën mirë mos bëj keq në kuptimin e fjalës që kjo është në qoftë do kishim pozitivitet o birë, edhe do kishim ecur. Si Si shumë të tjerë. Po, Ili Vrenozi, sa fëmijë ke? 2 kam birë. Vajza edhe djalë. Vajza është e datindjes 1998, djali është 1999. Ti kesh me jetë që të dy. Shumë faleminderit. Çfarë thanë ata për babajnë e tyre mbasi doli nga Big Brother? O, nuk e kishin njohur atë pjesë të babait. Më përqafuan të dy, më thanë bravo. Sinqerisht po. Ndjen si ndjen fëmijët e tu me ty? Po, shiko, fillimi ka qenë i vështirë sepse kur në 2015 kur kam hyrë kështu me në anë politike, normal që një pjesë do të ofendojë, një pjesë do kesh përplasje të Po, edhe ishte pak i vështirë fillimi. Në kuptimin e fjalës që tani kanë kaluar që nga 2015 11 vjet, 12 vjet edhe është tjetër situatë. Po fillimi ka qenë i vështirë, se edhe fëmijët që janë të vegjël. Edhe kalon ajo se si thon, po patë mirësie, po vazhdove me të drejtën tënde, do të dalësh me atë kam të gjithmonë, do ecë me drejtën time, edhe eca me drejtën time dhe besoj se ke arritur atë. Po, atje deri diku ke arritur ato çfarë ke dashur. Tani aty jam, do më isha ai opozitari që flas drejt te njëri tjetër. Biku më bërin çik te ky familjari që s'ma kishin parë. Këtë lanë. Njerëzit thanën, tjetër njotën e nuse në disa videoklipe që dhanë ata dhe domethënë ishte ky jam unë, domethënë. Njoftën i lirin e vërtet me pak fjalë. Ky jam unë, po mund të isha dhe mi mirë në qoftë se mund të shes ato pronat që më kanë në babaj. Ndoshta Zoti do më ndihmojë të shes pronat. Pse? Sepse po marr bekimin e nënës dhe të babait që po mbaj motrë. Amin. Edhe them, domethënë vetëm me këtë ata thonë o Zot, po mua më vjen keq që babai iku, xhaxhallarët kanë ikur, allo kanë ikur dhe pronat mbetin pa i gëzuar ata, edhe babai, sepse në përfise gjithmonë ka nga një pis. Edhe bëm probleme. Bravo.